ke një diplom, e ke një CV që ndoshta është e përmbushur, edhe tregon që je për atë pozicion. Te paragjykimet në flas, unë jam paragjyku për shkak të çështjeve shëndetësore. Po apo i bie faji tek sistemi nëse ty duhet me shku me trokit. I bie faji tek mentaliteti sepse jemi popull paragjykues. Prandaj, do me thënë, ne jemi popull që fatkeqësisht fillimisht e shohim amballazhin. Dukesh bukur, je në rregull. S'dukesh bukur, i kemi aty këtu do dyshime. Me të njëjtat çështje jam përballë. I ka qitë shoqëria. Shoqëria i ka qitë. S'mi me thonë që këtu kriteri ka qitë politika, në asë njëre thonë. Vetë shoqëria jonë, jemi shoqëri paragjykuse. Fatmirësisht, gjeneratat e reja kanë fillu me ndryshu, dhe kjo po m'pëlqen shumë. Jemi më pranues, gjeneratat e reja, gjenzia, fix, jemi më pranues për ndryshe. Në gjeneratën time dhe paraprake, ka lujt jashtëzakonisht shumë rol dukja. Ajo se si dukesh, si ecë, cilat janë sjelljet, pak ka pas rëndësi CV-ja, mos me thonë që s'ka pas fare, as nuk tu ka këqyr në atë formë. Prandaj po them, derisa unë kom arrit me i thy krejt këto tabu, se s'ka asnjë tabu nuk është ma e vështirë se sa tabu jam me u përballë me shëndetin. Edhe me paragjykimet mbi shëndetin. Domethënë, këto të tjerat për mua janë hajgare. Derisa unë kom ri me krejt forcat e mia, me i thy, me i kthy sytë e politikanëve ka on, secili prej juve çto, jam e sigurt që mundeni. Pes du të me i dhamë pak zërë. Mos me prit, mos me prit, as me të thirë aj politikan, as me të thirë aj tjetëri, se s'ka me të thirë kërkosh, se s'më kanë thirë as mu, do me thonë. Unë e kam marrë pozicionin në bazë të punës 14 vjeqare para prake, mirë për më është dashtë shumë me luftu për me imbajtë 3 mandate. Nuk mu ka servu. Prandaj po them, prandaj ta thash në fillim që ka sukses të pastër dhe ka sukses me lidhje, kuptohet. Dhe kuptohet që se cilin do shta kemi nevoj për një shtytje me në vazhdu për para. Po nuk është që duhet me shku gjithmonë